Në zemër të Tiranës, aty ku zërat bashkohen dhe shpresa merr formë. Shoqata Nexhat u mblodh në një protestë paqësore. Ishin qytetarë, aktivistë dhe mbështetës që dolën për të kërkuar drejtësi, dinjitet dhe të drejtat njerëzore për ata që nuk mund të flasin vetë. Me pankarta, qetësi dhe vendosmëri, ata dëshmuan se ndryshimi nuk kërkon dhunë, kërkon guxim. Nexhat, prej vitesh zëri i të shtypurve, sot qëndroi edhe një herë përballë publikut dhe institucioneve, duke rikujtuar se liria dhe humanizmi janë vlera që duhen mbrojtur çdo ditë. Përshëndetje, unë jam Aldo Sololari dhe ky është ekipi im i shoqatës Nexhat, të cilët kemi ardhur ditën e sotme në qytetin e Tiranës, në sheshin Skënderbej për protestuar në ditën botërore të drejtave të njerëzit, për të protestuar për të drejtat e munguara dhe liritë e munguara më thelbësore të drejtave të njerëzit të anëtarëve të organizatës Mujahedin, të cilët janë të izoluar, por nga krahu tjetër edhe për jetën e humbur të gjithë viteve të humbura për gjithë anëtarët që sot ndodhen në shoqatën Nexhat dhe kërkojmë liritë e tyre, kërkojmë për familjet në Iran që të komunikojmë me fëmijët e tyre që ndodhen të izoluar brenda kampit Mujahedin dhe do të provojmë çfarëdo lloj mënyre qoftë kjo me protestë, manifestim, lëvizje, projekte artistike, çdo gjë tjetër në kuadër ligjor për të ofruar kërkesën e drejtave të barabarta për çdo refugjat në Shqipëri dhe çdo qytetar i cili kërkon të jetojë në Shqipëri në kushte të barabarta dhe të ndershme. Me 10 dhjetor japim zë atyre që nuk mund të flasin, anëtarëve të MEK, që përballen me kufizime, kontroll dhe mohime të drejtave të tyre. Drejtat e njerëzit janë universale dhe të patjetësueshme. Çdo njeri ka të drejtë të jetojë me liri, dinjitet dhe siguri. Liria, drejtësia dhe barazia janë themeli i çdo shoqërie. Të drejtat e njerëzit nuk mund të komprometohen asnjëherë. Kjo ishte një thirrje e pastër, e qetë dhe e fuqishme. Respektoni të drejtat. Dëgjoni zërin ton. Ndryshimi fillon këtu.